Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndesim nga Live from Tirana edhe për këtë të hënë, java e fundit e majit, 26 në data 17 është ora eksakte në këtë moment dhe unë sot nuk do të jem vetëm në këtë 120 minuta transmetim live, por jam me kolegen time të nderuar, bukuroshe, seksi, rrezullice me zërin e saj melodioz, jo vetëm kur këndon, por edhe kur bën radio, Edea Demaliaj. Ajo e nderuar shumë titullore, shumë titullare. Po le t'ja bëjmë këto merita vetes, kolege, po sigurisht që qëndron. Unë jam ajo hija jote mbrapa, sot hija të ka dalë përpara dhe do të përndjek live në transmetim. Do të jetë një super emision në fakt sot, 120 minuta të bukura sepse Edea ka bërë një intervistë shumë të bukur me dy talenta shqiptar që fatkeqësisht nuk i njihnim më parë, pak në shumica prej nesh, por fatmirësisht i njohëm fal përfaqësimit të tyre dinjitoz në festivalin evropian të këngës Shkodra Elektronike apo jo. Me dy artistë të vërtet, rrallë herë ndodh që muzika e vërtet, ndoshta këto janë ato bindjet e mia personale, të vlerësohet edhe të dëgjohet nga masa, edhe gjithashtu është diçka që dua kaq shumë t'ja u them edhe ball për herë të parë, njerëz që dëgjojnë rryma të ndryshme, të gjithë thuajse u puqëm në një farë pike dhe ram dakord që hey, kjo kënga është shumë e bukur dhe ne jemi të lumtur që po na përfaqëson. Gjë që rrallë ndodh. Nuk e di dhe kush është ai elementi sekret, ça pluri magjik i hodhi Kola dhe Beatrice, po na yshtën apo na kënduan. Me lëvizjet e saj hipnotizuese, patjetër që po. Mendon ti kështu edhe që ka ndonjë mantra aty në gjë spirituale. Janë kota të lëvizjes, thamë ka mësuar një mikesha ime koreografe, po me shumë mundësi do i ketë mësuar ende nga Fieri, ku ishte njerëzit. Po, përshëndesim të gjithë fierakët me qira fjala dhe të gjithë shqiptarët kudo ku janë duke na dëgjuar në çdo sep të Shqipërisë nëpërmjet valëve të radios tradicionale. Nëse keni ndonjë gjetonën, ju lutem mos na bëni që nëse ju kanë sjell diçka. Nëse keni diçka në dorë që na përket, ne do mundohemi t'ju plotsojmë, t'ju vendosim në radio këngët që keni qef ose të lexojmë lajmet që ju doni. Pra, ne mund të bëjmë robotët tuaj në këtë program, thjesht mos na bëni gjë të keqe. Edea, si e kaloi fundjavën? Këndshëm nuk është fjala dur, do thoja, nëse do të drejtohesha specifikisht një dite ku mund ta ndaj historinë time, qëndroj larg të ndarit histori personale, po kjo mendoj që është histori më shumë sociale. Shkoj për të marrë disa pako që më kishin ardhur porosi të mia. Dhe shoh një zotëri i cili kishte një klysh të vogël dhe po e abuzonte, po e gjuante, dhe ndërkohë ishin dhe tre zotërinë të tjerë që qeshnin. Ndërkohë që abuzimi është pjesë prezente e shoqërisë tonë, nuk është ndonjë gjë që as më çudit, as më bën të shqyej syt. Ishte për mua ishte radha që priste për pakot, e shikonte të gjithë këtë event teksa ndodhte dhe reagimi ynë shoqëror ishte zero. Dhe shikoja çuna, goca, burra, gra, nëna me fëmijë, me karroca aty dhe unë isha nuk dua të them isha e vetmja, po unë pasova një moment kataklizmik ku vendos ti shkoj këtij zotërisë dhe i thash çfarë i bën atij qenit dhe i bëj një fotografi dhe i them, "Ok, unë këtë foton do ta çoj nëpër institucionet për katse, sepse kjo që ti po bën nuk është normale." Dhe ai vazhdonte dhe e gjuante atë klyshin e vogël. Unë kam qenë vet. Të gjithë ne e shpullosim ndonjëherë qenushin ton, të gjithë ne e ndëshkojmë për gabimet që bën, se ndoshta hera herës duhet bërë se është vetmja mënyrë trajnimi. Ama kur unë kisha që nga Vasilshanto me makinë deri tek vendi përkatës që është deri diku 3 minuta në këmbë, që dëgjoja të leurat e këtij klyshit që qante. Dhe zotëria që nuk ndalonte asesi dhe nuk ishte për mua as pak ky sensacioni kulturor i ditës, por ishin njerëzit që kur ky zotëria u transformua dhe filloi me atë edhe qeni ndoshta ishte pak më human se ai, për mua ishin këta njerëzit që rrinin dhe domethënë ju mungonin kokoshkat. Ti thoja Klemi, na sill nga Cineplexit ca kokoshka që ti han këta njerëzit dhe të shohin këtë eventin social, sepse di kush është çështja Roni. Ka shumë rëndësi pakoja. Ka shumë rëndësi ç'a më erdhi mua tani. Se më ka ardhur zemra më kanë ardhur ca vath. E kupton? Edhe unë për vath isha. Tani se do flasim realisht. Por ne mund të jemi për gjërat më bazike ku nuk ka rëndësi ku ndodhemi dhe çfarë bëjmë. Po ndalo një moment edhe shiko pak situatën rreth teje, jo vetëm fokusi unë. E ndaj këtë histori se ishte edhe ajo situata e atij sherrit fizik që ndodhi në mos gabojnë astir se unë nuk jam nga këto ndekset e lajmeve më të mira. Që ishte një vajzë që hyri kjo si burnesh dhe kishe një grupim të madh meshkujsh që shikonin dhe farat. E kupton?
këto janë gjëra që mua më rëndojnë emocionalisht. Mungesa e mos reagimit si shoqëri. E kemi të theksuar. Për shembull, ne nuk e kemi këtë kulturën për të marrë policin në telefon për të raportuar një sherr, një dhunë që po ndodh shumë afër nesh. Kjo në fakt vjen edhe jo për të sekuar, po edhe nga frika e mos reagimit dhe ruajtja e privatësisë, se njerëzit thonë po ç'më duhet mua se pastaj ai mund të më nxjerrë numrin e telefonit që ai po rrëdhënon gruan dhe mua të më vi të më dhunojë. Shiko, jashtë shtetit është e vërtetë se kanë atë shprehje njerëzit që edhe nëse je duke vdekur në rrugë askush nuk do vi të ndihmoj. Ama do lajmërojmë policinë. Ne nuk bëjmë as të dytën, as të parën. Ne rrim si humbameno, nuk e di a e di çfarë është humbameno, bravo. Rrim si humbameno dhe presim mos ndoshta nga qielli vjen ndonjë lloj zgjidhje ose nuk presim fare për zgjidhje. Domethënë kemi lënë fare këtë pritshmëritë. Gjë që ndonjëherë është shumë mirë se do flasim pjesën e dytë pse është mirë të mos kemi pritshmëri nga të tjerët. Se ndoshta doja jap dhe si këshill vetes këtë gjë në pjesën e dytë, por të paktën të kemi një biçim pritshmërie nga shoqëria, gjë që dita ditës mua po më vdes si një qiri i vogël, po më venitet. Mi ideja shumë po kërkon nga kjo shoqëri. Po, unë them po i them këto në radio Oroni që të ndryshojmë ndonjë gjë të vogël, ta hedh kështu si shashk. Po nëse absolutisht njëri prej atyre që na dëgjon reflekton, ne kemi kryer misionin ton për sot. Kështu që miq të dashur, mos u largoni. Tani, mos u largoni vetëm deri në 12, po detyrimisht kur të jeni available për të dëgjuar radio, sigurisht nuk duhet të largoni nga Top Albania Radio, por të paktën deri në 12:00 kemi gjëra shumë interesante, siç e tham, një super intervistë me Shkodrën elektronike. Do të flasim pas pak me Edea dhe Maliaj se ndonjëherë thjesht gjërat duhet i lëmë të shkojnë dhe sidomos të lëmë të shkojnë ato që kaktusave, të mos lësh dikë, ta mbash dikë me zor, është sikur të përqafosh një kaktus, edhe sa më shumë e përqafon, aq më shumë të shpojnë gjembat, kështu që të gjitha këto do t'i diskutojmë me mua Ronaldo Sharkën, Edea Xhamaliaj dhe Wizy DJ, i cili do të përzjedh për ju këngët më hit e momentit. Por fillimisht të qerasëm pak reklama. Më qeras. Reklama për Edea. Dhe tashmë do të kalojmë tek këto temat që dëgjuesit i kanë shumë qejf të dëgjojnë kohët e fundit, që mbi të gjitha Edea jam i lumtur që kanë filluar të kuptojnë, çfarë është ghosting, kanë filluar të kuptojnë çfarë është narcisti, kanë filluar të kuptojnë çfarë janë marrëdhënie toksike, sepse më përpara nuk është se nuk kanë ekzistuar, sigurisht tani janë më në mas, por nuk dinin ti etiketonin dhe nuk dinin ti ndanin, dhe mendoj që kjo është një gjë e mirë. Dhe sot i ke përzgjedhur një gjë shumë interesante, lëre të shkoj. Nuk i adresohet specifikisht vetëm marrëdhënieve dhe do të flasim të gjën pak më vonë. Doja të ndërprisja pak te kjo. Mendoj që sado po bëhen si terminologji e njohur, pra ghosting, love bombing, narcisti, nuk duhen parë gjërat gjithmonë bardhëzi. Mendoj që ka gjithmonë më shumë që fshihet në sipërfaqe. Mendoj që ajo, ai është një narcist, është thjesht ajo maja e icebergut. Ka dhe keq informim, që nuk thellohemi. Domethënë, unë nuk po them, nuk jam nga njeriu që thotë futu dhe lexo 7000 research. Përveç kësaj, ka shumë goca që unë takojmë për dishmëri, thonë zemër njoha një narcist. Pse? Po se kështu. Pra, nuk është narcisti kaq kollaj, më kupton? As për të identifikuar. Nuk mund ta identifikosh me dy gjëra. Janë arsyet çfarë i ka ndodhur këtij njeriu në fëmijëri. Pse është ai sot një narcist? Po pse duhet të lëmë gjërat të shkojnë Edea? Unë po dëgjoja Mel Robbins, që është një folse motivuese, gjithashtu bën podcastin e saj, një person që mbledh eksperjenca të shumë njerëzve të ndryshëm dhe del në konkluzione. Një prej teorive të saj është let them theory, ose teoria lërini, edhe ajo thotë përqafojeni teorinë lërini për të hequr dorë nga kontrolli. Mendoj se flas për të gjithë kur them se e kemi këtë tendencën që po nëse unë ja bëj të ditur që kështu, ky mua do më bëj kështu dhe mundohemi gjatë gjithë kohës të gjithë në skenare filmash. Tani nëse do flasim realisht, mendoj që të gjithë mendojmë që jemi shumë të zgjuar. Mendoj që të gjithë kur shkojmë në darkë të shtëpia themi çaj gjenio që jam unë, si lëviza ato gurët e shaut edhe e solla edhe e stisa situatën këtu ku doja ta sillja. Po në të njëjtën kohë, a nuk të mundoj kjo gjëja as të lodhi energji, as të harxoj tamam energjinë tënde? Kështu që teoria let them, ajo ka 3 hapa general që ne do t'i flasim shumë generalisht dhe s'do i futemi në detaje. Inkurajon si teori njerëzit që mos mundohen të kontrollojnë veprimet e të tjerëve, as mendimet, as ndjenjat. Edhe dua të ndalem te kjo as mendimet, as ndjenjat. Se ndonjëherë, ne themi njeriu në fund ditës do bëj atë që do të bëj, po mundohemi që
po marr një shembull idiotesk, edhe ndoshta është pak bullizus për mëngjes, po shikoj këtë trendin që është bërë në TikTok të vajzave që tregojnë po un jam gruaja jote. Pra edhe fillojnë tregojnë gatimet e tyre. Shumë gjë interesante. Un jam vetë njëri që gatuaj, më pëlqen shumë gatimi. Nuk mendoj se është nevoja ta promovoj kudo në rrjetet sociale që ti të gatuaj. Po çfarë është kjo? Kjo është një metodë për të kontrolluar ata meshkuj të cilët do t'i shohin këto në TikTok dhe në rrjetet sociale, për t'ju treguar dhe për të kontrolluar mendimet e tyre. Dhe për t'ju implementuar një mendim në kokë që hey, un jam një kuzhiniere shumë. Ti mund më prezantosh mua te mami jot. Dhe ti sapo krijove një galeri me foto ku ti i gatove këto ushqime, i fotografove. Dhe nuk e shijove se kishe vënë të postore. Trendi për të kontrolluar mendimet e këtij të dashurit perspektiv ose jo, që ekziston ose nuk ekziston, një mund i cili thjesht të rëndoj. Kështu e logjikoj unë, kështu e logjikon Mel Robbins, kështu duhet ta logjikojnë të gjithë, mendoj. Kjo është qasja ime personale, nuk mund t'ja implementoj kujtdo, por nëse do masnim ne sa kohë harxojmë duke u munduar të kontrollojmë njerëzit, mendoj që testi i parë është ky, një javë ulu. Me veten, ja u them gjithë dëgjuesve, edhe shiko sa kohë harxhon ti duke u munduar çfarë mendon shefi për mua, çfarë mendon kjo kolegja për mua, çfarë mendon ky shoku shoqja për mua, çfarë mendon i dashuri e dashura për mua. Mblidhi këto dhe është një matrice e cila është e tmerrshme. Është një kohë aq e humbur kur në fund të ditës realiteti është ti nuk kontrollon dot asgjë. Po lexoj një artikull shumë interesant që thoshte nëse e vrisim mendjen se çfarë thonë njerëzit për jo hey, ato kanë 700 mendime në ditë dhe ti mund t'i kalosh vetëm një moment gjatë ditës, pastaj do të merr me gjëra të tjera. Kështu që nuk është kaq me që kaluam tek çfarë mendojnë të tjerët për ne, nuk është kaq shumë e rëndësishme ta vrasim mendjen se çfarë mendojnë të tjerët për ne, se nuk kanë, domethënë të gjithë janë të zënë me gjëra të veta. Jo, e di çfarë mendojnë të tjerët, se ne të gjithë themi, "Oh, unë do shkoj atje dhe tani të gjithë do më shohin dhe do mendojnë këtë." Jo, të gjithë po mendojnë për veten e tyre. Po pikërisht. Të gjithë po mendojnë për veten e tyre. Siç ti po mendon, çfarë po mendojnë të tjerët për mua, edhe të tjerët të njëjtën gjë po mendojnë. Kështu që edhe nëse të ndodhi gjëma, nuk e di, bëre një sken, u rrëzove dhe tu ngrit fustani dhe o zoti i madh të parë shumë njerëz e qeshën, 3 sekonda zgjat ajo në kokën e njerëzve. Se kam një kuriozitet, le ta diskutojmë bashkë. Kam pasur një periudhë jete që sigurisht edhe unë vrisa mendjen çfarë mendonin të tjerët për mua. Të gjithë e vrasin mendjen. Nuk mendoj se arrin njeriu një pikë që se vret më as pak. Jo, të betohem, kam arritur një pikë që nuk e vras mendjen, po, dhe nuk e di si e kam arritur këtë. E kam arritur. Të betohem, e kam arritur pa terapi, pa psikolog, thjesht e arrita vetë, më kupton se nuk e di, nuk di të ti vendos një terminologjik sa gjë, pse më ndodhi. Mendoj që ajo vjen në një pikë ku ti e pranon 100% veten tënde se kush je i lumtur me personin që ti je dhe ti thua, çfarë do të thonë, çfarë do të bëjnë njerëzit, para pas krave të mi, kjo nuk afekton njeriu që jam. Po jo, unë kam filluar ta shoh dhe pak jetën kështu ideja, e kupton? Janë disa vite jetë për të bërë, hajde le ti bëjmë, e kupton, do vdesim. Mund të vdesim sot, mund të vdesim nesër, mund të vdesim pas 70 vitesh, por do vdesim shumë shpejt dhe siç më kanë ikur mua të paktën 27 vite jete, do mikin shumë shpejt të tjera, do të jem 50, pastaj do të jem 60, 70, 80, uroj të shkoj kaq gjatë, domethënë, është thjesht një cikël jete, le ta bëjmë easy. Domethënë ta kryejmë këtë detyrë misionare nga Zoti, nga universi, tani të rrimë të harxojmë energji se çfarë. Po, dëgjoj, mua më ka servitur pak edhe pjesa komenteve, sepse un kam bërë një Big Brother shumë të fortë, siç ishte Big Brother 2, që presioni i komenteve ishte shumë i madh. Domethënë dhe kur kam përbolluar atë lloj stuhie, e di si më duken këto gjëra të tjera tani, lemonad. Jam shumë e qartë, po nuk janë të gjithë si ti, se shumica e njerëzve mundohen ta kontrollojnë jetën e tyre dhe i bëjnë hapat e kalkuluar. Unë jam vetë një person i cili ndoshta nuk është aq prezent dhe përballë për shkak të këtyre komenteve, sepse nuk e kam arritur ende atë pikën që ka arritur ti që mos të afektojnë, dhe duke qenë se e di se si jam një njerëz që mbi mendon dhe futet mendimet e veta, them frenoj veten, po a duhet frenuar vetja vetëm për shkak të opinioneve të tjerëve që siç e folëm pak më parë zgjasin 3 minuta dhe pas kësaj rëndësi ka si më doli tava sot në drek se do ham speca të mbushur, domethënë është irelevante. Ose ndonjë tavë tjetër. Por prap mendoj që njerëzit thyen, nuk mendoj që ti përgjatë gjithë jetës tënde do vazhdosh të jesh i paprekur nga kjo. Dhe ndaj mendoj, se nuk kemi robot. Patjetër. Ndaj mendoj që teoria e Mel Robbins, Lërini, është një rikujtesë shumë interesante që sa e kap veten duke u munduar të mikromenaxhosh njerëzit, të thuash, hey,
Edea, me që e ke parë këtë podcastin, dua të pyes pak realisht se edhe për dëgjues, sigurisht çfarë ndodh kur ne I lëm gjërat, por shkojmë fillimisht në reklama se kjo është interesante. Pra në momentin që ne vendosim të lëm diçka, pra kemi insistuar për të propozuar, për të bërë për vete një gocë, nuk është më vëlla risku jonë, e kupton? Çfarë ndodh kur jo e lëm të gocën, po e lëm tentativën, kemi të tentuar të shkojmë në një punë, nuk bëhet. Çfarë ndodh edhe nga ana energjetike, universi dhe gjitha këto kur ne thjesht I lëm gjërat dhe të rrjedhin natyrshëm. Shkojmë fillimisht të qerasim edhe një herë Dean sërish me reklama. Uvele, po kjo punë ashtu, s'ke ç'a bën. Edhe rikthehemi pas pak në Live from Tirana. Ju përshëndesim sërish nga Live from Tirana dhe urojmë t'jeni duke kaluar një ditë të bukur dhe me shpirt urojmë të jetë gjithë java për ju, por ka një moto ky program, siç e dëgjon çdo ditë, që unë I uroj njerëzit të kenë një ditë dhe një javë të mirë, por e them gjithmonë pavarësisht dëshirës time dhe urimit tim, ditët tuaja do të jenë as më pak e as më shumë në varësi se si keni shpirtin, kështu që sa erët. Nëse ti e hedh në univers e manifeston për të mirën e tyre. Unë uroj, po tani nëse ai që po dëgjon këtë ka një shpirt të zi, të zezë do të ditën, e kupton, nëse e ka shpirtin në paqe, do ketë një ditë të bukur. Tani çfarë të bëj unë? Jo, nuk dal dot kundra universit. Ligjeve të universit, universi kështu funksionon, varësisht se ke shpirtin. Kështu që njerëz të dashur, mundoni të pastroni shpirtin me tym. Është e vështirë ajo kur je I kalbur nga brenda, zor se ç'kalbësh do. Duan pastruar rrënjët. E vështirë. Edeja, përpara se largohesh me lëm aty, çfarë ndodh në momentin që ne I lëm gjërat? Nuk I mundohemi të kontrollojmë ato, nuk I ndjekim ato, qoftë në marrëdhënie romanticiteti apo qoftë në marrëdhënie të ndryshme në përditshmëri. Çfarë ndodh realisht? Unë dua të them çfarë ndodh? Edhe nga ana psikologjike, me që ti ke parë këtë podcastin, por edhe nga ana energjetike universale. Në pjesën e parë çfarë ndodh, do e them kombëtërsisht nga pjesa ime dhe çfarë duhet të ndodh është një këshill e Mel Robbins, tek e cila do dalim pas pak. Çfarë ndodh zakonisht në këtë, e thon të gjithë këtë, kur I lë njerëzit të shkojnë, ata të kthehen mbrapsht, ose vjen ai momenti që reflektojnë, ose ndoshta edhe nuk kthehen kurrë. Po ajo që ka më rëndësi, ajo që Mel Robbins thot në podcastin e saj, është që lërini njerëzit të shkojnë dhe bashkoheni me teorinë më lër mua. Çfarë është teoria më lër mua? Në momentin që I lëm të tjerët të veprojnë ashtu siç duan, pa I kontrolluar, pa pritshmëri, ne fitojmë kohën për të aplikuar teorinë më lër mua, ku ne fokusin e kalojmë te vetja dhe themi më lër mua të bëj këtë gjë, më lër mua të bëj atë gjë. Po janë të gjitha gjërat që na evolojnë ne vet si individ. Pra atë kohën dhe energjinë që un po e kaloja duke u munduar të kontrolloja këtë situatën, un tani ja hedh vetes time. Edhe investoj te vetja ime dhe evoloj si qenie njerëzore. Mendoj që është ajo që themi unë, si kam qenë para 2 vitesh, ç'a mendimesh kisha. Të gjithë mendoj që dita ditës rritemi. Në mos dita ditës, vit pas viti. Po a imagjinoni dot një investim te vetja aq të madh, sa gjithë atë kohën që e përmendëm pak më përpara që ti harxoje, të bëj këtë që të mendoj shefi këtë, të bëj këtë që të mendoj kolegu këtë, të bëj këtë që të mendoj dashuri këtë, ta hedhësh te vetja jote. Imagjinoni dot sa rapid, sa I shpejt do jetë ndryshimit e ju. Për shembull, po jap një rast. E zëm një grup I vjetër shoqëror që ti ke qenë në gjimnazme, po themi, janë mbledhur me njëri tjetrin për të rikujtuar ato kohët e vjetra. Okej. Nuk të ftojnë ty. Po. Dhe ti rri atje në shtëpi, kontrollon këta. Po, uv buf, hasjan këta, kohë e humbur pa asnjë arsye. Kur ti mund të jesh duke thënë me veten tënde, prit pak, kush janë njerëzit që kujtohen gjithmonë për mua, që më ftojnë për kafe, që kalojnë kohë me mua, që më pyesin, "Ore, thjesht një heja, je mirë?" Janë këta njerëz. Okej, këta të gjimnazit pas kanë dalë bashkë. Po këta legena. Të marr këta njerëzit e mi dhe të dalë, të pi një kafe, të ha një drek, të bëj një diskutim, ti marr në telefon ti pyes unë tani si janë ata. Kjo është një kohë që ti ja heq këtë gramaturë energjie, po flasim në aspekt spiritual, le të them. Po kur ndahemi, ja hedh këtyre. Këtu e gjetëm zgjidhjen, për shembull. Kur këto legendat nuk të ftojnë, ti duhet të marrësh në telefon ato që kujtohen për ty. Po kur ndahesh nga dikush e dashura dhe vazhdon e kontrollon, në vend që të vazhdosh ta kontrollosh në Instagram, çfarë duhet të bësh? Shikao. Unë mund të t'jap këshilla kur vjen fjala dhe kur bëhet fjalë për çdo lloj marrëdhënie, derisa vim tek dashuria. Tek dashuria është ekuacion që se kanë zbuluar më të moçë me eksperiencë. Po, ai sa mundemi të themi. Tani, teorikisht, a është më e mira mos të kontrollosh, mos të shkosh mbrapa, mos të bësh asnjë hap, po të investohesh te vetja.
Patjetër që është. Edhe ja u këshillojmë. Aha. Po. Nga teoria në praktik është diçka që domethënë e di si duket kur ja thonë në të bërë është në mes të lumit. Është tamam një lumitër, edhe kur ta thon njerëzit, po pse nuk bën këtë gjën me veten tënde? Dhe i kështu, faleminderit. Sytë mi u hapën, sklepat më kishin kapluar, sklepat tashmë u fshin dhe unë e shoh realitetin ashtu siç duhet ta shoh. Është shumë e vështirë. Duhet ditur e gjithë historia, unë ja them këtë edhe njerëzve. Janë njerëz, ja po marrin një shembull tjetër, njerëz që duan të kontrollojnë. Janë këta njerëzit që pa i ditur marrëdhëniet e dikujt romantike, e Roni më thot mua, më ka ndodhur kjo gjë, domethënë Roni, bëj blok, bëj këtë. Po, nga hiçi. Domethënë sa në brendësi të kësaj marrëdhënie jeti dhe kush je ti që do të kontrollosh marrëdhënien e dikujt tjetër. Këta njerëz janë gjithashtu ata që duhet aplikojnë atë teorinë lërini. Unë ke ti që ndërhyn. Ndaj gjithmonë kur bëhet fjalë tek dashuria, është ai momenti që unë them, a ke 2 orë kohë të ulesh dhe të ma tregosh në detaj, sa atëherë ndoshta do mund të të jap një këshill valide, jo se unë jam psikologja e nderuar dhe po nga eksperiencat e mia personale mund të them diçka që ndoshta do të të vlej. Kështu që kur vjen puna tek dashuria, është ai momenti që them nga njëri vesh të hyn e nga tjetri vesh të dalin. Por më e mira në teori dhe siç praktika ka provuar, sa do t'ju vlejë mos t'ju vlej kjo, është që lërini të shkojnë, investoni te vetja juaj dhe nëse ju kanë dashur mjaftueshëm do kthehen. Kjo në fakt është një teori dhe praktik gjithashtu që personat që merren me manifestimin, që dinë dhe njohin ligjet dhe gjuhën e universit, e sugjerojnë shpesh dhe thonë mos rendni shumë pas diçkaje se universi trembet pra nga kjo dëshira kaq e madhe, nga kjo rendja pa kufi, qoftë dua një makinë, domethënë ndonjëherë është momenti që ta shprehësh atë gjë dhe lëre të fokusohej atje sipër, se ç'ndodh pastaj dhe do të ndodhi në fund të ditës ajo që është e shkruar të ndodhi për ne dhe ajo që është më e mira për ne. Ne shpesh herë mundohemi të japim kuptim gjërave, domethënë të analizojmë çfarë do lloj gjëje, por thjesht duhet të kuptojmë që shumica e gjërave që ndodh në jetën tonë ndodh për të mirën tonë dhe jo kundra nesh, kështu që njerëz të dashur, rrini të qetë, mos u mërzisni, mos i bëni buris pafundësisht nëse ai personi para nuk e pa semaforin dhe nuk po ecën. Kështu. Do ta vazhdoj këtë linjën tënde të mendimit. Kur do e vazhdosh? Pas pak. Të qerazë një herë. Hajde, ëmbëlstira e fundit. Reklama. Lërini njerëzit të bëjnë atë që duan të bëjnë dhe mos u mundoni që t'i kontrolloni. Doja të ktheja një kundërpërgjigje për ju që po na dëgjoni deri më tani, me anë të teorisë lërini, ne I lejojmë të tjerët të shfaqin veten e tyre ashtu siç janë, autentike, pa interferencat tona, që është ajo loja e shahut që po flisnim pak më përpara. Dhe e shoh këtë gjën që më ndodh rëndom dhe mendoj që është e vërteta e secilit prej nesh, është që ne jemi të dashuruar me potencialin e dikujt. Ose ne, edhe në një aspekt grupi shoqëror, themi ky shoku, kjo shoqja ka këto gjëra që ndoshta duhen rregulluar, po hase do rritet, do t'i ndryshoj këto gjëra ose është ndoshta është mirë. Është njëri I mirë. Ajo që duhet të pranojmë sa më shpejt është që njerëzit nuk ndryshojnë. Dhe nëse ju thoni po mirë, unë partnerin tim e dua, nuk jam e dashuruar me potencialin, po flasim për aspektin romantik. Nëse deklarojmë se e duam dikë vërtet, nëse ti e do vërtet, do thotë që ti e do pa kushte. Kështu që ta lejosh të jetë vetvetja me ato të këqija, me ato të mira, është forma më e madhe e dashurisë. Forma më e pastër. Dhe pastaj ti mund të shikosh nëse ky njeriu reflekton për ca gjëra ose e bën një hap drejt teje ose jo. Po këtë kohën që ti rri në dhomën tënde, duke parë tavanin, mendoj që ka shumë njerëz që e bëjnë këtë dhe duke menduar po sikur të bëj këtë, që ky njeriu të bëj këtë, po sikur të hedh atë, po sikur të postoj atë. Është kohë që Mel Robbins thotë, hidheni te vetja juaj. Që nga e zgjuar kjo Melia. Ua, shumë. Është pak kështu tipiko amerikane, ka çik agresive metodologjinë e saj, ndoshta prandaj po e zbuz zërin që t'jau servir pak më ëmbël popullit tonë të nderuar shqiptar, por lërini njerëzit. Lërini të shkojnë, hiqni dorë nga kontrolli, investojeni kohën tek vetja dhe se unë nuk dua të jem kjo dhe ta thash, nuk është bardhëzi gjithçka. Aty ku duhet, aty ku doni dhe doni vërtet njeriu tjetër,
bëni kompromis, toleroni, pranojni të tjerët ashtu siç janë, jo ashtu siç doni ju që të jenë, dhe mos keni pritshmëri. Kur kemi pritshmëri dhe themi, po, qoftë nga marrëdhënia, qoftë nga aspekti profesional, qoftë nga shoqëria që se un kam bërë këtë për këtë njeriu, ky njeriu do më bëj mua këtë gjë. Jo, njerëzit është më e lehtë që njerëzit të zhgënjejnë sesa të surprizojnë. Nëse mendon kështu, pastaj atëherë nuk e bër asgjë, sepse un mendoj që dikush që bën diçka për dikë, e bën sepse e ndjen dhe nuk e bën sepse do të marrë diçka mbrapsht. Kështu pastaj ka një diferencë mes të qenurit vërtet i mirë dhe të qenurit i mirë për të kontrolluar të tjerët. Se ka njerëz që bëjnë gjëra thjesht për të pasur në kontroll. Po këtë s'ke për ta ditur kurrë se kush është qëllimi i vërtet i dikujt. Kështu që thjesht lërini. Lëre të shkoj. Jo, s'është kjo kënga, nuk kemi asnjë këngë me këtë titull. Mirë, këtu përfundon dhe kjo pjesë e parë Live from Tirana për ditën e sotme, 10:52 është ora eksakte. Megjithatë pas fleshit informativ të orës 11:00 nga kolegët tanë të redaksisë e informacionit do të jetë në mikrofon Dea Demaliaj me dyshën fantastike shkolltra elektronike e cila u rendit në vendin e 8 apo jo këtë vit në festivalin evropian të këngës në Basel të Zvicrës me një performancë dinjitoze. Nuk fitoi festivalin, por të paktën fitoi zemrat e publikut dhe ishte shumë zjerë. Ne bashkë dëgjojmë nesër, Dea Demaliaj do të jetë me ju deri në orën 12:00.